Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësita këmët më Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati përgjojmë që të lavdrej dhe të begoj dhe gune ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjët. Të në vëllezër, njerëzit në jetë shpesh janë në për disa përcaktime në cilat nuk janë të lirë për të qenë ato. Saksisht, njeri nuk mundet me zgjedh prindin, nuk mundet me zgjedh familjen, nuk mundet me zgjedh prioardhin, racën e kështu me radhë. Ndonjëherë ndoshta në disa përcaktime ti je i lirë, kështu parimisht thënë. Je i lirë me mu përcaktu, me zgjedh. Mirë po, pjesa asaj që nuk je kon i lirë ta ka determinu edhe këtë pjesën tjetër dhe rrëdhëmisht nuk e qenë edhe pastaj i lirë për me vazhdu tutjen në atë vlerë që domethënë ke pasur dëshirë. Ndërkësh disa përcaktime janë rrëdhim i natyrshëm i një vlerë në cilën ti e përcaktu. Përcaktohesh për një vlerë morale ose për një vlerë shoqërore. Rrëdhëmisht kjo ti përcakton edhe dhjetra të tjera, të cilat domthon pashmangshëm shkojnë natyrshëm si rrëdhim i qasë përcaktimit të mëparshëm. Për arsye, janë dhjetra arsye, janë dhjetra motive, janë dhjetra rrugtime të vetëpërcaktimit të njerëzve në jetë, cilat qoftë nëse analizojmë veçmas, po qoftë nëse analizojmë në kombinim, e nxjerrin secila një farë rezultati unik, i cili nuk mundet më kuptu çka mundet me nxjerr nëse nuk e zbërthejmë dhe nuk e kuptojmë narrativën e vetëpërcaktimit. Për këtë arsye, sonte me lenin Allah subhanahu wa taala kemi një tabenë që kisha pas dëshirë me trajtu pikërisht nga ky këndvështrim, cila është shkalla më e lartë në jetë e vetëpërcaktimit. Cila është shkalla më e lartë në jetë e vetëpërcaktimit. Për shembull, para se më dhon përgjigjen, po duam të thjeshtësu. Për shembull, ti ki do ide kalimtare, kuptimin që vën ideja tjetër edhe këtë tjetrën e tretë. Kjo nuk kukon ideja, domethënë, më e lartë e përcaktimit tan. Se përderisa u tret çka shpejt, nuk kukon përcaktimi yt më i lartë. Ose për shembull, i ki disa dije ose disa rregulla ose disa përfitime, cilat edhe i harron edhe i nxjerr shpejt mendjes. Nuk janë ato që aty të përcaktojnë. Ose për shembull, i ki do shoh kalimtar, po që zaventohen lehtësisht me të tjerë. Ose i ki do projekte, do angazhime që kurs ndoshta s'kishe pas çaf mi përmend që i ki pas. Janë kohën pjesë të kaluara, nuk përcaktojnë më tutje ty, domethënë, si individ. Çka i bie kjo? Cila është shkalla më e lartë e vetëpërcaktimit? Domethënë, çtu s'kanë, çtu kalimtarët, çtu të periudhës, çtu periodike, apo këtu nuk kanë ato që aty të përcaktojnë. Atë cila është shkalla më e lartë e vetëpërcaktimit? Shkalla më e lartë e vetëpërcaktimit në vëllezër është ajo që ne e quajmë vetëpërcaktimi i përfaqësimit. Vetëpërcaktimi i përfaqësimit. Domethënë, ti je çajo vlerë me të cilën ti përfaqësohesh. Ti je çajo vlerë me të cilën përfaqësohesh dhe ky është domthon përcaktimi jot i vërtet. Për me qenë më i thjesht në disa shembuj. Për shembull, ti je i punësuar dikon, apo ose keni punë ose keni biznes. Mirë, po në honorar punon aty dikon tjetër ti. I ke një 2-3 honorare. Kush të përcakton ty? Ajo me të cilën përfaqësohesh ato të tjerat. Ose keni brand edhe jeni ortakëri një 2-3 vende. Ato ndoshta as i përmend diku, thu jam ortak me do të tjerë dikon. Amo brandin ti e kallzon se me çat përfaqësohesh. A është i qartë? Punën kryesore ose punën me të cilën ti fjala bie për shkak të shkollu. Në çat punën shka e shkollu, çata e kallzon ti që është vetëpërcaktimi. Këto tjerat nuk i përmend hiç. Edhe pse ndoshta mund të jenë më fitim prushse se ato, domethënë të parat. Ose për shembull, e keni ide ose e keni ideologji të cilës i takon, mirë po ndoshta akoma je në përpunimin e ideve. Mos prom, cila është ideja jote që ti domethënë i përcaktu fuqishëm to, është ajo e cila është identiteti yt. Nuk hek ti dorë prej saj. Nuk hek dorë, domethënë prej saj. Ose për shembull në shoqni, ki shumë shok, ki shok shkolle, shok pune, shok ku diun çka, mirë po mas mramti ty si shoqni të përcakton ajo e cila ty të përfaqëson. Domethënë ki qefaj me kallzu që është shoku yt, edhe ti ki dëshirë me kallzu që është je domethënë shoku i tij. Kështu që më thon më thjesht. Vetëpërcaktimi i përfaqësimit është kur ti je krenar me kallzu kush je. Je krenar ose je shumë i gëzimshëm me kallzu çka mendon. Je shumë ndoshta edhe i gatshëm për me mbrojt. Sa ajo ty të përfaqëson. Ose për shembull je që nuk nguron me kallzuar që e ke, sikurse domethënë nuk e ke mend kurr me elon. Nuk e ke mend kurr domethënë me elon. Kështu që këtu quhen vlerat e përfaqësimit, të cilat realisht domethënë ty të vetëpërcaktojnë kush je dhe çka mendon, çka beson dhe ku do me shku. Po marrë një shembull për mëna domethënë realitetin ton. Për shembull, nëse ti je i thtar i një menhexhi të dietarëve, je i thtar i një menhexhi të dietarëve. Ty nuk përfaqësohesh nga një influencer i cili përfaqëson ndoshta çat dijen e çatij dietarit ose e shpërndon, po nuk është në radhat e dietarëve. Mos mund ti të përfaqëson dietarët, ti ki krenarin me kallëzues, jam i thtar i filan dietarit. Po nuk ki krenarin me thonë jam i thtar i filan influencerit. Ose për shembull, ti je i një shoqënie elitare,
ta ka dhënë Allahu subhanahu begatinë diçkaja, edhe rrëdhëmisht jemi në shoqëni elitare. Ty nuk të përfaqëson me tregu fjala bie për shembull çfarë ndikimi ke tek njerëzit e rrugës ose tek të lagjës. Sa më thonë nuk është vlera e përfaqësimit. Ajo është një vlerë kalimtare. Ose je një familje sa arrir, nuk është pjesë e përfaqësimit ty fjala bie me kallzu domthonë shoqëninë e shkollës, ku diun çka. Ose je hafiz i Kuranit, ti nuk përfaqësohesh çfarë kursi ke kry diku tjetër. Se vlera që ty të përcakton është hifzi, nuk është domthonë një gjuhë huaj. Ose për shembull, ku diun, shembuj, ndryshëm që fjala bie, nëse kjo arti dente një ngjarje suksesit, që është model, pastaj këto të tjerat më të vogla nuk përfaqësojnë. Të tjerat që janë më të vogla nuk domethënë të përfaqësojnë. Ndaj është e rëndësishme me marrë çka si nocion. Vetë përcaktimi i përfaqësimit se ju duhet shumë njerëz. Domethënë, shumë njerëz keni më njoft, po kur s'keni më pas shef mu përfaqësu nga ata edhe me ta. Edhe shumë njerëz kanë më njoft, po nuk kanë mu përfaqësu ata me juve, edhe as që ndoshta lidh diçka, domethënë me juve, sikurse domethënë shumë ngjarje kanë më kaluar në jetë, po nuk janë ato të vetë përcaktimit të përfaqësimit, mirë po nuk kanë shumë kalimtare. Kështu që e morëm një rregull, njeriu që nuk e di, që nuk i dallon, edhe nuk i ruan përcaktimet e përfaqësimit bëhet kontradiktor. Domethënë ti nuk e di kush je, sepse domethënë edhe idenë më të vogël e ke qit me ulën te ideja më e madhe, ja ke ndru venin. Domethënë ti dush me ditë se vetë përcaktimi jot më i lartë është ajo që ty të përfaqëson. Për shembull, ti mundesh një tikaf me nejta me një vëllai më të devotshëm se ti. Po nuk të përfaqëson ai detyrimisht. Mundesh më mas i tikafit kur mos me taku më atëri. A është i qartë? Ose shembull, ku diun, ndoshta ndavet. Ndoshta ndavet vën rënë me bashkëpunim me lloj-lloj njerëz. Mirë, po mas mbrëmtë ai nuk përfaqëson, ti nuk e përfaqëson. Thjesht e keni çuar interes të Islamit të parë edhe u kry. Me po kush përfaqëson, kena me pa tuti inshallah me lejen Allah subhanahu wa taala. Ndaj është edhe një rregull tjetër që mos specifikimi se cila është vlera e përfaqësimit tënd ti djeg shumë mundësi në jetë. Nëse nuk e di ti sakt, edhe nuk e specifikon cila është vlera e përfaqësimit, shumë mundësi të jetës kanë më të djeg kot pa fitu kur gjë. Për shembull, ti nuk mundesh mu kon filan venin, se në vlerat e tua familjare nuk përfaqësohesh mirë ti mu gjin filan venin, nëse halal. Ti nuk ban mund gjin filan xhamatin, se në vlerat e tua të përcaktimit menhexhit nëse gjendesh aty të djeg, sepse nuk ka vlerë jote mu gjin aty. Ose ku diun, nuk mundesh ti për shembull me u referu filan autorit, se përcaktimet e tua menhexhore, nëse ti referohesh e ul vlerën tonë të përfaqësimit. Edhe nëse ai autor që ja ka vlejt me përfitu, edhe nëse është autor që të tjerë domethënë përfitojnë. Ndaj Tabini sotëm është një imam për imamëve të selefit që jam shumë i lumtur që Allahu azza xal na e ka lësu shembujt e vet përfaqësimit me gjet pikërisht në imam. Por mos më dalën 3-4 autor, 3-4 protagonist, po më shumë me përmbledh përmenda një temës, është fjala për Imam Ash-Sha'bi, që ka qenë imam më të mëdhtë, domethënë të gjeneratës së vet, Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi. Ka qenë domethënë prej eruditëve më të mëdhenj, mendohet që ka lind diku ndërmjet vitit 16 ose 21 Hijri, shumë herë. Saktësisht domethënë është diskutimi a ka lind kohën e Omerit radhiyallahu anhu apo tutje. Krejt diskutimi nuk është domethënë aq i rëndësishëm, ka lind në Kufe edhe kanë transmetuar prej dijen e tij prej shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Saktësisht domethënë kanë transmetuar prej Sa'dit, prej Abu Musa al-Ash'ariut, prej Adi ibn Hatim, Usama ibn Zaidit, Abu Hurairës, Abu Aishës radhiyallahu anha, Abdullah ibn Umerit, Abdullah ibn Abbasit e kështu me radhë. Sigurisht ka transmetuar edhe shumë prej tabenëve, edhe prej eruditëve të kohës. El-Ijli thotë që kanë transmetuar diku prej 48 sahabëve, ndërkaq është taku ose ka pas fatin me i taku diku 500 sahabe. Ka pas fatin me i taku diku 500 sahabe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht prej tij kanë transmetuar dije edhe shumë dietar të kohës, edhe ata që kanë ardhur tutje. Ka qenë figura më të rëndësishme të dijes në kohën e tij. Thot Mekhuli, thot ma ra'aytu ahadan a'lama min ash-Sha'bi. Thot nuk e kam taku asnjëherë ndonjë njeri që ka mujt me pas më shumë ilm se sa Imam Ash-Sha'bi. Sigurisht dikush pe selefit ka thonë që është figurë për figura më të mëdha se ka dhënë fetva tu kon gjallë ala sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kurkush nuk e ka refuzuar, po ja kanë aprovu këtë domthon peshë domthon të ilmi. Sigurisht Sufjan ibn Uyayna thot ulama un-nasi thalatha. Dietar të njerëzve janë 3. Flet për periudhën e hershme, thot Ibn Abbas fi zamani, Abdullah ibn Abbas në vaktin e vet, Sha'bi fi zamani, Sha'biu në zamanin e vet, edhe Thawri në zamanin e tij. Madje prej tij ka transmetuar dije edhe Abu Hanifa. Saqë mendohet që orientimi i Imam Abu Hanifës ka dije u kon shkaku i Sha'bit. Njëherë Imam Sha'bi e ka po Abu Hanifën dhe ka thonë apo të bë me shku, kuptimin që apo të bë me shku ka dietart. Mirë po Abu Hanifa e ka kuptuar sikur pi thot apo të bë me shku na për tregje, për tregti edhe për takime me njerëz të tregut të kësaj radhë. Edhe pasi që e kupton Sha'bi që ky është orientuar ka tregtia, e merr dhe i thot la taf'al. Thot mos gabo me shku ka tregtia, i thot Abu Hanifës, thot wa alayka bin nadhri fi al-ilmi wa mujalasati al-ulama.
thot koncentrohu te ilmi edhe ndeja të ulemave, fe inni ara fike yaqadatan wa haraka. Se jam të pa që je shumë i kfjallët. Ky tru, kjo inteligjencë nuk bën me shku dikun tjetër. E që realisht është këtu një krizë në vëllezër, edhe pse nuk ka tema, fëmijët e muslimanëve, edhe njerëzit që janë më të zëshëm për davetin, edhe njerëzit që janë më të zëshëm për umetin, edhe njerëzit që ndoshta me u lexu profilet ose me u dëgju muhabet të zakonisht shohim që ata domethënë janë të parë ose safi i parë i gatishmërisë për këtë umet, fëmijën më inteligjent nuk e çojnë për dijet e fesë. Fëmijën më të Zotit nuk e çojnë për dijet e shariatit. Fëmijën më të Zotit nuk e bëjnë gati për davet. Dhe kjo është një prej formave për me kallëzuar se s'kena shumë për ne. Se me pas shumë për më nuk e kish më çuar fëmijën më të mirin te fushat e tjera, të cilat domethënë mund të tani pa besimtar me mush, e jo domethënë na mund mi dal që na pi dal me Zot, fushat të cilat domethënë nuk janë prioriteti i muslimanëve. Shabi ka pas shumë vlera përveç domethënë ilmit të ibadetit. Për shembull përmendat për Shabin që thotë e kum pas rregull kur kum dëgju që një afër me jemi ka ndrru jetë, pyetjen e parë jam interesuar kalon ndonjë borxh edhe kum pas dëshirë me alojt borxhin para se me hin varr. Domethënë ilm ibadet, po edhe njëri i gjan domethënë që me letu domethënë natën e varrit domethënë vllaznive vet, thotë wala darabtu mamlukan li qat, edhe kur në shërptor tem ose në punëtor tem nuk e kam trajtuar keq, wala halaltu habati ila shay'in mimma yanzuru an-nas, edhe kur thotë nuk jam kon shumë kurreshtar edhe shumë interesuar për fokuset e njerëzve. Këtë njerëz janë kon maraklin diçka, thotë nuk më ka interesuar domethënë trendi i njerëzve. Fragmentet që i kam përgjedh janë disa shembuj të vetë përcaktimit në vlerat e përfaqësimit, të cilat i ka pasur Imam Shabi. Çfarë thot Imam Shabi? Thot ma arwi shay'an aqalla min ash-shi'r. Thot nuk transmetoj, nuk ligjeroj diçka më pak se sa poezia. Domethënë, keq çka keni ngupi Shabit, mas pak ti çka ki mujt me ngu, u kon poezia. Walau shi'tu la anshadtukum shahran la uid. Thot mirë po, çat shumë di poezi, muj mos munal tu kallzu poezia edhe mos mi përsërit poezitë. Një muj me kallzu poezia edhe mos më u përsërit. Çka është domethënë ky vlera e vet përcaktimit? Shabi di shumë poezi, ama Shabi është imam i hadithit dhe i fiqhut. Çka vlera që e përfaqëson? A është e qartë? Vlera e vet përcaktimit të Shabit u kon te hadithet e fiqhut nuk u kon te poezia edhe pse është halal. Edhe pse e ka zotru, edhe pse ka pas dije. Domethënë shpesh njerëzit ndo vëllezër, domethënë i hupin vlerat e tyre tu përfaqësuar me vlera që nuk janë thelbësore. Tu përfaqësuar me koncepte të cilat nuk janë bazë taj, ose nuk i zotron mas mirëti. Për arsye, sot shumë musliman dhe shumë figura të aktivizmit islam e kanë këtë krizë. Nuk jena të ditë me çfarë po përfaqësohemi. Ndoshta në diçka është trend, po nuk himi me ta në histori. Ndoshta diçka u bosh zhurmë, edhe krijon pomozitet, mirë po nuk është vlerë me të cilën përfaqësohemi, ose madje mund të më kon vlerë të dikush tjetër, të na mund të më kon marrë. Të na me do në skenë, me do sena, me do paraqitja, ato mund të më kon turpshme edhe nëse na sjellin diçka prej, domethënë prej rezultateve të kësaj dynjaje. Sigurisht se është një krizë e madhe e shoqërisë muslimane që është e pranishme në rrjetet sociale, nuk ka qartësi të përfaqësimit. Domethënë i çojmë na te para do temë ose i him do temë, mas shumë të thonë që e çiten çosh këtë temë. Mas shumë të përfaqëson ty kjo temë që tërkujt. Kjo mas shumë nuk ka tema jote, ti edhe më kon më i Zotin këtë temë nuk ka tema jote. Për arsye, nuk është domethënë dobësi nëse tërhiqesh tek vlerat që nuk janë kryesore tuat. Nuk është dobësi nëse tërhiqesh nga përfaqësimi, nga vetpërcaktimi, nga paraqitja me vlerat që nuk janë tuat. Për shembull, Abdullah ibn Umeri ka lënë ka Shabi. Thotë wa huwa yaqra al-maghazi. Ngjan tu i kallzu rrëfimet e betejave të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve. Abdullah ibn Umeri, protagonisti i ngjarjes, apo? I ka pas, vetë u kon bashkë me Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kalon ka Shabi edhe e gjon Shabin tu kallzu muhabetet të betejave të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe të sahabëve. Thotë fa qala ka'anna hadha kana shahidan ma'na wa la huwa ahfazu laha minni wa a'lam. Po thotë Abdullah ibn Umeri. Thotë po ma e përshtypën sikur ky u kon bashkë me neve në ato lufta. Thotë do t'i di detajet më mirë se sa na, që na kon aty. Pse se kjo kon vlera e përcaktimit. Ai ka dosh më kon imam të çikjo, jo të e tjetra. Ai ka dosh më kon protagonist të kjo, jo të e tjetra. Dhe njerëzit kur dinë me përcaktuar cilat vlera po do mi përfaqësu, koxha shumë me lenin Allah subhanahu wa taala arrin sukses. Ose për shembull përmendet dikush, pi selefit ka thonë për Shabin, thotë ma raitu ahadan a'lama bi hadithi ahli al-Kufa wal Basra wal Hijaz wal afaq min ash-Sha'bi. Thotë nuk po njëri i cili ka ditë më mirë hadithet që kanë ardhur nga rrugët e transmetimit prej Kufës, prej Basrës apo Hijazit, se sa Shabi. Domthon ky vesh sikur thotë, këtu janë fushat e mia të specializimit. Çu do të më koni fort. Që tu domethënë me dal zot çdo temave, edhe domethënë mos me kurit. Kështu që Shabin, domethënë e gjemi kryesisht të kjo mendësi, të kjo mentalitet që vlerat e përfaqësimit mi pas të forta. Edhe mos me i shit këto vlera për diçka kalimtare.
Mos me i lën këtu me kap hija prej do vlerave që nuk janë për përfaqësimit ton. Madje ti edhe më bosh shumë i fortë i dobë se i takon i komunitetit tjetër, ndaj dikush ka thonë që për shembull për vlerave të vetë përcaktimit të çka pjesa e fortë që me hi temës tonë, jo temës huaj, thot ma balagha ahadun mablagha sha'bi akthara minhu yaqul la adri. Thot nuk kompo një që kon sikur Shabi ndija, edhe që ka mujt me thonë më shpesh, nuk e di se sa ka thonë Shabi. Se u koni përcaktuar këtë punë. Domthonë, del një temë, nuk e di mirë, veç tham nuk e di. Nuk jam unë për këtë temë. Sigurisht është piti që ka thonë la adri nisful ilm, Shabi ka thonë me thonë nuk di, është në gjysma e dijes. Një vlerë tjetër e përfaqësimit të Shabit. Thot dikush prej selefi thot kana Ibrahim sahiba qiyasin wa Sha'bi sahiba athar. Thot Ibrahim an-Nakhai ka qenë njeri orientum në aspektin e doktrinës edhe metodologjisë shkencore për caktimit juridik. Thot Ibrahimi u konën njeri që i ka dhënë përparësi qiyasit, Shabi u konën që i ka dhënë përparësi transmetimeve, atharave. Çka do të thonë kjo? Do të thonë ti dush më përfaqësu me shkollën tonë edhe më konën konsekuent. I përcaktu me ethere, graj me ethere. E jo me ethere, pastaj me do filozof. Jo me pretendu qiyasin e pastaj më ushty me rregullat e çetërkujt. Do të thonë është pjesë e përfaqësimit tan që kur të hesh në histori me thon dikush ky u kon sahibu athar. U kon njëri atherave. Jo më kon kontrovers, jo më kon kontradiktor. Njerëzit kontradiktorë dhe kontrovers janë njerëz të cilët nuk e dinë me cilat vlera po do të përfaqësu. Nuk kanë di përcaktim të shëndosh edhe sakt, domethënë të vlerave të tyre. Një vlerë tjetër e përfaqësimit tek Imam Shabi, thot Abu Usama, thot kana Umar fi zamanihi ra'su an-nas wa huwa jami'. Thot Omer radiallahu anhu kur u kon gjallë, u kon koka e njerëzve, koka e muslimanëve dhe ka qenë figurë unifikuese. Ka qenë figurë unifikuese kush? Omer radiallahu anhu. Thot wa kana ba'dahu Ibn Abbas fi zamani. Çështo njëjtë. Kok edhe unifikim u kon Abdullah ibn Abbasi. Wa kana ba'dahu ash-Sha'bi fi zamani. Pas këtij thot u kon ash-Sha'bi në zamanin e vet. Thot wa kana ba'dahu ath-Thawri fi zamani. E pastaj thot kon Sufjan ath-Thawri në vaktin e vet. Thot wa kana ba'dahu Yahya ibn Adam, edhe pas tij u konën Yahya ibn Adam. Çka bëhet këtu vlera përfaqësimit? Vlera përfaqësimit duam u konën figurë unifikuese. Jo figurë domethënë që ban poder, jo figurë që është ngrinda vetë edhe i dnak. Por pak e për shumë domethënë krijon problem. Jo figurë që gjek jargonin për një plesht. Që kjo u kon vlera e këtij. Edhe tash a ka pas situata që duke që ja ka prishë ndrenin? Ka pas situata, mirë për kjo përcaktuar u kon figurë unifikuese. Është përcaktuar. Por çfarë nuk e gjemi në historinë e Shabit tu ka përsenet vogla. Nuk e gjemi historinë e Shabit tu hin tema të mohonën të interesave dhe përplasjeve dhe të klaneve. Thjesht e ka pas disa vlera, ka pas dëshim u kon figurë unifikuese e njerëzve. Ndaj shumë njerëz, cilët nuk mundin mi interpretu disa figura të tjera, nuk mundin dashame kuptu ç'ket pjesë, ajo është përcaktuar u kon figurë unifikuese. E kur je figurë unifikuese nuk mundesh me rreth çdo temë sigurisht se njëri i cili nuk i bëhet vonë që, domethënë për lot ose krijon konflikte dhe përplasje, domethënë mes njerëzve. Ose një vlerë tjetër e përfaqësimit të Shabit. Thot Ibn Auni, thot kana Sha'biu munbasita. Thot u konën Shabi që ka nejt mezhlis shumë i relaksuar. Thot wa kana Ibrahimu munqabida. Edhe Ibrahim an-Nakhai, ta dy shkolla, thot ka qenë shumë i mbledht, kuptimin e gatishmërisë me fol, gatishmërisë për me shpjegu e kështu me radhë. Ky ka qenë shumë i relaksuar. Fa idha waqa'at al-fatwa inqabada ash-Sha'bi wa anbasata Ibrahim. Thot mirë po kur u kon çështja që në atë mezhlis ka një fatva, u çel një temë, thot është relaksu Ibrahimi e u shtrëngue Shabi. U dit tash kush do të më dhon fatva. U dit kush do të më dhon fatva. Sepse u dit pesha e Shabit edhe Ibrahim an-Nakhai, që u kon imam e selefit e ka ditë që mo roli i tij u kry, sepse ka ardhur në rol, domethënë dikush tjetër prej ulemave. Kështu që vlera e përfaqësimit është mi dal zot detyrës vetë secili. Mi dal zot detyrës vetë secili. S'ka thonën fjala bie për shembull Shabi, le të japë fatva kush do kohë këtu. Ne të japin këta kolekte me. U dit se Shabi për këtë punë. Ndaj një prej krizave të muslimanëve sot janë që shumë njerëz që janë për punë të mëdha ikin, e shumë njerëz që janë as për punë të vogla i dalin zot punëve, domethënë të mëdha, e që realisht domethënë kjo është krizë. Elusi Allah subhanahu wa taala me ndrej situatën. Salama ibn Kuhayli thot ma ijtama Shabi wa Ibrahim illa sakata Ibrahim. Do s'ka ndodhur më kanë me një mezhlis. Ibrahim edhe Shabi, vetë Ibrahimi mos ka fol. E ka ditë që s'është rënë më me fol kur është Imam Shabi. Për arsye të dijes edhe përcaktimit të tij të lartë. Vlerë tjetër e përfaqësimit të Imam Shabit, metoda e mësimit. Metoda e mësimit. I shton kësaj. Min ayna laka kullu hadha al-ilm? Qallon pika e kiti gjithë këtë dije. Për nga e ki gjithë këtë dije. Thot binafil ihtimam. Thot ja kom ndalu vetës me bo gazep.
me vujt shumë, thjesht, domethënë do të më kry punë. S'ka nevojë me thonën u lodha ose s'kom fjetë kështu më radh. E para e kom hek këtë pjesën e ankimit, edhe të kukatjes. E dyta thot wasayri fil bilad. Jo kom qit vetës rregull do të më ec me shku mas dijes. Kudo që është njeri i cili ja vlen me shku me ngu. Wa sabrin ka sabri al hamam. Edhe kom bë sabër sikurse pollumbi, i cili domthon kur i vritet domthon kur i vritën të vegjlit e tij, domthon nuk tremot. Nuk tremot, domthon sabër. Thot wa bukurin ka bukuri al-ghurab, edhe me zgjim herët sikurse zgjimi herët i domthon i sorrave. Çi kjo fjalë, çfarë do të thonë Shabi, edhe pse keni më pa tutje që u kon shumë inteligjent. Thot nuk do më sigurisht dash me tregu, unë jam përcaktuar me cilat vlera i arrit dijen. Edhe nesër kur të më pyet dikush ç'i ke arrit, nuk i tham ke shin kallamaç edhe për pak kohë jam shumë inteligjent. Jo, ka pas domethënë, ka pas metodë, ka pas rrugë. Është domethënë kjo krenar me kallëzuar që ka pas sabër. Kjo është krenar, kjo nuk e ka krenari me më fry që unë jam i shpejt, edhe jam inteligjent, edhe jam i shkallët. Edhe pse u kon, si për shembull përmendet, thot ma katabtu sauda fi bayda ila yawmi hadha. Kur në jetë thot nuk kam shkruajt. Kur nuk i ka përdor lapse. Kur thot ngjyrën e zezë mbi letrën e bardhë thot kur nuk e kam përdor. Thot wala hadathani rajulun bi hadithin qat illa hafidhtu. Nuk më ka ndodhur kur një dikush më ka thënë hadith vetë se kam memorizuar me të parën. Thot wala ahbabtu an yu'idahu alayhi, edhe e kam pas thot diçka që s'm ka pëlqyer, me ardh dikujt më thon më përsërit edhe një herë çat hadith. Çfarë domon e ka pas memorinë e fortë. Pse s'ka thon ky një mbot dietar që jam shumë inteligjent. Ky nuk e ka pas vlerë përcaktimit atë domethënë pjesën e inteligjencës. E ka pas vlerë të përcaktimit sabrin edhe konsekuencën e tij. E ka pas sabrin edhe konsistencën e tij. E ka pas sabrin edhe synimet e tij. Që kjo thot pas Allahut të xhel, me çka domethënë e kam arrit. Pra si po do më kthy ndoshta çiket pjesë me një pjesë të aktivizmit të davetit për më kuptuar. Për shembull, shumë çka mund të më kanë dobishme në davet. Shumë çka mund të më kanë dobishme domethënë në davet. Mirë, po mund të mos më kanë vlera jote që ty të përfaqëson. Mundot mos më kon vlera jote që ty të përfaqëson. Për shembull, janë 10 metoda pune davetit që angazhohen në sezona ose në forma të caktuara kështu më radh. Ose ndoshta edhe mundën më bësh shumë virale, ndoshta mundën më bëj edhe shumë të arriran përshtypjen e njerëzve. Mas promti nëse ti takton fjalabia për shembull vlerës së edukimit, ti s'mundesh me dal pikë kësaj vlere për vlerat e tjera. Thjesht nëse çka metodë nuk edukon, nuk ndërton, unë nuk i takoj, nuk më përfaqëson. A mos të dobishme ka bëu hajër këtu kobaty. Allah e dhash hajrin, nuk është ideja që më përfaqëson. Ose për shembull nëse ti fjalabia për shembull je njëri i kontributit donues për davetin. Ka 100 rrugë për më koni hajrit. Nëse ti je koncentruar për më koni hajrit te projektet e edukimit, ti duhet me vazhdu te këto. Jo që ti s'ki më kon diku tjetër, por ato nuk përfaqësojnë. Nuk përfaqëson projekti humanitar, të përfaqëson për shembull projekti domethënë i edukimit. Me bë me kuptu njerëzit që këtë rregull, në jetë, me lenë Allah subhanahu wa taala, hin në për disa kapituj të historisë edhe ulën kom kryq. Ndërka që kjo prek gjithkon, edhe kur gjë mos me qute para, domethënë e ka pru që këtë gjendje se nuk kanë njerëzit një vlerë e cila domethënë i dallon kundrejt të tjera. Vlerë tjetër përfaqësimi Imam Shabit, thot Ibn Sirini, qadimtu al-Kufata wa li sha'bi halqatun 'azima was-sahabatu yawma idhin kathir. Thot ka marr thot në Kufe, thot Ibn Sirini, thot dhe e ka pas një hallq shumë të madhe thot Shabi, ndërkohë që në mesin e tyre ka pas shumë sahabe. Që i bie domethënë vlera e përcaktimit edhe përfaqësimit të Shabit u kon autoritet i pranuar nga autoritetet e dëshmuar. Ato dëshmuni autoriteti i cili pastaj i dëshmia ka pranuar të dëshmit dhe nuk u kon domethënë një ngjarje e pa shpjegueshme. Një vlerë tjetër përfaqësimi Imam Shabit e ka pas një problem me haxhaxhin kohën e tij. Edhe ka hikën prej tij shkaku i situatës. Derisa në një moment caktuar ka rënë dorë, e ka zonë njëri prej emirëve të haxhaxhit. Edhe ai ka thonë është mirë më shef. S'po du se dietar i madh mos më thua se ka pas rrezik me evra, thotë është mirë më shef. Ka thonë inna mithli la yakhfa. Thotë çifti jam nuk shefet. Çifti jam çish më shef. Domethënë edhe figurë publike, ndërkohë domethënë njëri me peshë të ilmit. Thotë çifti jam nuk më shefet derisa domethënë vën në situatë e rahatimit të temës, e rëndësishme. Vlerë përfaqësimit i bën nëse del figurë publike, nëse bëhesh pjesë e drejtimit të masave, domethënë dosh me ditë që mo nuk mat me kanar që tërkujt, po mat me kanarin tan. Inna mithli la yakhfa. Çifti jam nuk më shefet. Që i bie mo nuk ka hije një përcaktim i cili është i papranueshëm për peshën tonë. Në vlerë tjetër e përfaqësimit dhe ku ndjes po zgjatin e kom kafuni, Qais al-Arqab, u ka një figurë domethënë e diskutueshme tek gjenatat e hershme, ka provokuar me pyetje
për qëllime sektare. Si çdo kohë njerëz të cilët ndoshta as nuk janë pjesë e temës, por kanë qef domethënë mu kyç në temë prej, domethënë prej anësh. E ka takuar një herë dhe i ka thonë ai një talebët edhe njerëz të shoqënues të Aliut radhiyallahu anhu. Ka dashur me pas sa e favorizon Aliun radhiyallahu anhu kundrejt Uthmanit të kështu. Edhe i thot, i kom njoft, thot, do me disa më takua, të disa kom mësua, thot, fel ta'rifu al-Harith al-A'war, thot, a një, thot, al-Harith al-A'war, thot, po e një, thot, çka di për ta? Thot, kom mësu, thot, Faraidin taj, thot, fa khashitu ala nafsi minhu al-waswas, fala adri mimman ta'allama. Thot, po pastaj u bona shybe ku ka mësu ky njeri, edhe e lash mo, nuk mësova veti, mësova veç Faraidin. Thot, a një, thot, Ibn Saburin, thot, po e një, thot, walam yakun bi faqih, thot, nuk u kon faqih. ولم يكن فيه خير thot as nuk ka pas khajr natjeri. Pastaj thot fal ta'rifu Sa'sa'ata ibn Sufwan, thot anja filanin, thot kana rajulan khatiba ولم يكن بفقيه, thot u kon shumë gojtar i mirë, shumë orator, por nuk u kon faqih. Shoh çka vlera për fasimin e vllazniç këtu. Është që në muslimanët edhe njerëzit e dijes duhet me pas deklarata pa miklim dhe pa hipokrizi. Që kjo është orator por nuk ka faqih. Shumë duhet të thonë që kjo është mashallah, po banda vet, po nuk ka menhaj. Që kjo e ka këtë dhe nuk e ka këtë. Kjo është vlera e vetë përcaktimit. Jo domethënë lavdrime pa kritere dhe jo kritika me zullum, thjesht po orator është, po nuk ka menhaj. Po kom mësu Ferajt, po nuk i kam ditë burimin e dijes së tij e kështu me radhë. Një vlerë tjetër e përfaqësimit është një herë Sha'bi u kon tu bisedu tu gazu thot te çumabeti Alijes dhe Muavijës edhe Uthmanit radhiyallahu an, thot njerëzit sot janë ja urrejnë të dytë, ja i dojnë tepër të dytë, ja urrejnë njërin kundrejt tjetrit edhe njërin kundrejt tjetrit, domethënë katër grupe. Edhe i thot ti ku je ti çdo katër grupe? Thot mubghidun li baghidihima. Thot unë i urrej ata të cilët i urrejnë. Unë i urrej ata të cilët i urrejnë. Domethënë nuk jep përgjigjen pas këtyre katër përcaktimeve. Vlera e përfaqësimit në vëllezër është që deklarata jote nuk i detyrohet kontekstit edhe objektivit të domethënë njerëzve që domethënë e orientojnë një diskurs në treg. Domethënë këtë njerëz kanë himin e tim, nuk do më hin aty. Shumë e thjeshtë. Jo, e urrejnë, nuk e urrejnë, unë i urrej këtash e urrejnë. A këtu përcaktimet e tjera nuk i kam obligim domethënë me i tregu njerëzve. Një vlerë tjetër dhe e fundit e përfaqësimit të Imam Sha'bit thot kësaj. Inma kana yatlubu hadha al-ilma man ijtama'at fihi khaslatan. Thot çka dijen e fikut, dijen e hadithit, dijen e shariatit, do të më kërkojë njëri i cili ka dy vlera. Kush i ka dy cilësi. Thot al-aql wan-nusk. Kush ka men edhe kush është i badexhi. Kush është i logjikshëm, kush është inteligjent, apo kush është i badexhi. Fa in kana aqilan wa lam yakun nasika, qala hadha al-amru la yanaluhu illa an-nusak, fala natluha. Thot, nëse është i mençur, mirë po nuk është i badexhi, thot zbot kjo vetë se do të mos shumë i badexhi dhe nuk arrin sukses. Thot wa in kana nasika wa lam yakun aqila, qala hadha amru la yanaluhu illa al-uqala. Nëse është shumë i badexhi, nuk është shumë inteligjent, thot vetë ata inteligjentët mundën me mrrin shumë të, domethënë te dia e fesë. Fala thot dhe nuk ka sukses. Thot Sha'bi, فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسuk. Thotë më ka hini tut se në këtë zaman janë të kërku këta edhe pa ibadet, edhe pa tru. Edhe njerëz pa përkushtim të Allahut, edhe pa inteligjencë. Kështu që vlera e përfaqësimit të Imam Sha'bi, sikur do të thonë, me kanë kitni të në rrugë. Ata të cilët janë ibadetxhi edhe janë jashtëmençur. Me tjerët, Allah i dhosht hajrin. Nuk është ibadetit, nuk është i ilmit, nuk është inteligjent, nuk është i zgjuar, nuk është i arsyeshëm, ky çare se ka parëshi dikun. Ky çare se ka pa ju mbështjell diçka. Kush të përfaqëson? Na prapë kena vëlla, prapë kena dhon selam, prapë kena me pasën njëri të shoqënisë tonë. Amë nuk jo më na përfaqëson. Jo më na përfaqëson. Na përfaqëson çaj që ka dije, edhe që ka domethënën ibadet, lusallahu subhanahu wa taala, më na bëj që përfaqësimin me pas të denj, me pas përfaqësim të vlerave që ka pas selefi, edhe kur mos merron kontradikt me vlerat e tona. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.